Kanë thonë ulemaja, nëse rrugës rrëzohet një kafsh edhe dëmtohet, apo rrëzohet një njeri edhe dëmtohet, e thënë komën, dorën, e tash këtu mundet, nëse një njeri ka rshqit me veturë dhe ka bon ndeshje dhe o dëmtu, ulemaja, sikur e përmendim Ibn Uthejmini, thot i takon apo obligohet me garantu, me pagu damin ai cili e ka vendos qatë penges, ose ai që o bo sebeb me orë deri të dami që njerëzit po dëmtohen. Kjo është shumë interesant, kjo me nis me pa dashtun e me ulshu në realitetin ton, po me të vërtet kjo është shumë interesante dhe është shumë e rëndësishme nëse ne mbrim shoqërinë ton me eduku. Më thonë, nëse ti e shiqon vetëm interesin ton individual dhe në mahallën ton dhe në lagjën ton dhe e shkakton një penges, e shkakton me veprimin ton një rrezik që kujshia dhe kalimtarët e rastit dëmtohen në çfarë do lloj forme. Sheriatikisht ai i dëmtuari ka hak me të lyp t'i dëmsh problem. Tash nëse po du me banalizu prap, që këtu e kemi edhe Valdrinin me faqen e tij të njohur që në vazhdimsi mundohet me urdhërun të mirë edhe me ndalu nga e keqja në kuptimin e të mirës përgjithshme. Po vjen keq, po duhet me i përmend diçka në rrugën e spitalit, në 3 pozicione njerëzit e kanë prej midis asfaltin. Nuk e di kush e ka bëu ato dhe kërkoj mirë kuptim se kam, nuk di kush e ka bëu. Po është rrugë spitali. Ajo nuk po rregullohet, se ku me ditë tash kur rregullohet asfalti. Besoni me bo me pas një vetur jo të mirë, por edhe të mirë, edhe me bo me ra pak me hez, mundet mu bo zarari madh. Veturës, por mos me përmend pasoja tjera dhe më të rënda. Tash, ai që e ka hapë dhe e ka thy, e ka qel asfaltin për nevojat e tij, po është interes i tij personal. Rruga është interes i përgjithshëm, rruga është e krejtëve. Ti nuk ke drejt për një nevojë personale që e ke pas, me qindra dhe mija njerëz për çdo ditë udhtojnë rruga spitalit, një për rrugëve, për arterjeve të qytetit. Ata dëmtohen në çfarë do lloj forme, ti s'ki drejt. Edhe të Allahu e ke gjuna, por edhe në kuptimin e jetës, ti ke drejt dëmsh problem me kërku prej person normal. Tash nuk ka me marr ligjin kërkush në dorë, keni parasysh. Por ne po flasim në aspektin e të drejtave dhe anën teorike. Pastaj për marrë deri te kjo e drejt, ka rregulla tjera. Dhe kjo është feja jonë e madhe o vëllezër. Do të shiqoni çfarë norma etike, çfarë norma të standardit shumë të lartë, që mos të shiqohet vetëm interesi individual, por gjithmonë krahas nevojave që ti ke, edhe familja jote, jo është ai interesi përgjithshëm. Pejgamberi alayhis salam thot, Allahu e mallkon atë njeri i cili në vende ku ka hije naj pem, naj kërsh, shpel, thot shkon edhe me nder para juve e kryen nevojën. Thot Allahu e mallkon atë njeri. Nga se njerëzit kanë nevojë me pushu në hije, mos trehu, ti ke shku e ke fliq atë vend dhe i ke privu njerëzit prej pushimit. Dhe vëllon, nëse flitet sot në kohën tonë moderne për për aspektin ekologjik, për kujdesin ndaj ambientit, e ku ta diune, krejt këto i kemi brenda këtyre haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam para 1450 viteve.